Iva. Në fakt, po afron fundjava, është e enjte sot, nesër e premte dhe shumica e të rinjve, po jo vetëm, zgjedhin që të dalin dhe të konsumojnë diçka me alkool ose jo. Po në përgjithësi koktejlet janë të preferuarat dhe sot i kemi dedikuar këtë hapësirë pikërisht kësaj teme, ndaj prezantojmë një herë pjesën e siglës së magjisë së koktejleve. Dhe në këtë hapësirë do kem të ftuar një person profesionist në këtë fushë. Ai quhet Abaz Liga dhe vjen sonte me ne në studio. Abaz, mirë se erdhe. Abazi do të shkoj direkt tek vendi i punës, po në fillim do të bëjmë një prezantim për publikun. Është baristi që do na bëj sot disa koktejle apo jo? Ju faleminderit për ftesën. Unë jam Abaz Liga. Vin nga Shisharumi, një nga lançët më të mira në Tiranë dhe më të preferuar si ke pjesa kokteleve dhe për shumë gjëra tjera. Ju falenderoj shumë për ftesën. Në rregull, Abaz, do drejtohemi direkt tek këndi ku do të realizojmë edhe koktejlet dhe ku do t'japim edhe sugjerimet tona. Okej. Unë po dal nga ana tjetër që do të lë ty të bësh. Ne sot do bëjmë 2 koktele. Po. Një do jetë French Martini, një do të jetë Old Fashion. Old Fashion. Njëri nga koktelet. Njëri është me modën e vjetër, nëse e përkthejmë. Ndërsa tjetri një martini francez. Bëm një përkthim të thjeshtë. French Martini. Po, do nisim me cilin për tyre? Me French Martini përpara. Do vidhim akullin këtu. French Martini ka përbërje, vodka edhe chambeur. Vodka... Martini, French Martini, po. Si mi mirë me koktejlet, po. Okej, ka vodka... Edhe chambeur. Chambeur është një likur vjen nga Franca, që është përdor pasafat vetë për këtë koktelin. Edhe jo shumë vende të Shqipërisë kanë këtë. E kuptoj. Gota që do përzidhet për këtë koktejl, cila është? Është kjo këtu. Okej, gota më elegante. Kjo është fresh pineapple juice. Pra është lëng nga nanasi freskët. Dhe po bëhet miksimi. Ndërkohë që mbarutëm me parashum me pjesën e koktejlit French Martini dhe të përgatisim ndërkohë do përgatisim edhe Old Fashion. Dhe i bëm të dy njëkohësisht që të bëhet edhe prezantimi njëkohësisht. Shiqeri kafe. E ka marrë me ritëm shumë të shpejt sepse i tham që kemi pak minuta në dispozicion, po ndërkohë që ti punon unë do të bëj edhe ndonjë pyetje vazhdimisht. Tani, ti këto koktejlet i po na i sjell sot se janë ndër më të preferuarat e klientëve apo sepse mendon që janë një sugjerim i mirë për njerëzit që na... Koktejlet që bëjmë tek Shisharumi, jo në shumë lokale në Tiranë i bëjmë. E kuptoj. To janë një nga koktejlet që përbëj këtu edhe i bëjmë dhe tek Shisha, që vin nga libri i gjithë Europës, që janë 175 koktejle. Okej. Në rregull. Dhe ne çdo fundjava kemi 3 deri në 4 ose 5 koktejle të ndryshëm që i bëjmë, i kemi special. Pastaj kemi menu standarde që ka menu e koktejlit që kemi deri 175 koktejle në menu. Përveç atyre kemi baristat që gjithkush bë diçka të ndryshëm ose special. Tani po shoh që kjo është Old Fashion, ja? Old Fashion, Old Fashion me një akull të madh, kubin e madh. Shiqeri kaft, angësura bitter, do hedhim whisky dhe do ta përzim dhe kur të jetë gati do ta hedhim te gota. Në rregull. Dhe gota do të jetë gotë whisky apo? Po, gotë whisky këtu. Gotë whisky. Whisky në fakt po më thoshte përpara skena bazi që koktejlet me whisky janë koktejle pak më të fort, le të themi, që në përgjithësi përzihet klientela e burrave dhe djemve, por që jo domosdoshmërisht. Për shembull, sot do marr një koktejl unë, një koktejl Iva dhe po marr përsipër unë barën që të provoj unë koktejlin më të rënd atë me whisky. Ndërsa Ivën do ta qerasim me koktejlin French Martini. Po bën miksimin Abazi. është shumë e rëndësishëm pjesa e miksimit. 2 deri në 3 minuta që të bëj atë balancin e shkrirjes të sheqerit, të angazurës, bitter edhe të akullit, që të arrijë në balancin e duhur. Dhe shërbej edhe me një fet portokall, shtypet lartë që t'jap aromë gotës,
që mos ndjesh vetëm aromën e whiskit. Që të bët sa më interesante edhe aroma, po edhe shija njëkohësisht. Atëra Abaz, ti po më thoje që këto janë receta fikse nga i Receta libri standarde në librit të kokteleve. kokteleve. Tani ti nga këto recetat bën ndonjë ndryshim? Apo Jo. je shumë strikt? Përveç që ka libri, që se bëjmë diçka, mund të krijojmë diçka ne nga baza e baristave, por atë që ka libri nuk e ndrojmë asnjëherë. Domethënë Standardi i shisharumit. E kuptoj. Okej. Keni si politik tuajën, pra. Po ti vetë në kushte shtëpie, i eksperimenton këto, përpiqesh që të bësh ndryshime? Unë tek shtëpia kam një mini bar, t'ja thush, dhe çfarë ka lokali i shisharumi kam nuk e shtëpia. Ah, okay. Vetëm kuzhinierja më mungon aty. Okej, kjo është old fashion. Po. Okej, ndërkohë do hedhim çik akull për French Martinin. Realizuar, unë ndërkohë po provoj të ndjej aromën dhe ndihet. Ishte të drejtë, portokalli, lëkura portokallit e bëri direkt ndryshimin në aromë. Okej. Shumë e mirë. Sa keq që jemi para dite dhe unë vetëm mund ta provoj pak, se normalisht kemi punë gjatë ditës, nuk mund ta nisim ditën me një koktejl të plotë. Dhe ndërkohë po vazhdojmë me French Martini. Martini ka disa koktejle, pra, me përvashtesë Kemi Champagne Martini, Kyral, kemi Bellinin, vin nga keni dhe Dirty Martini, Dirty Martini, shumë i famshëm Vodka Dirty Martini, Gin Martini. Gin Martini. Pse pikërisht zgjodhe këtë Martini ti, French Martini, apo është më i bukur edhe për në ekran? French Martini është një nga pijët që ka shkuar dhe në çdo lloj orari, si thosh, edhe për mbas dreke, duke ngrënë ushqimin, konsumon një gotë, duke ngrënë një ëmbëlsinë, mund ta shoqërosh këtë, ose mbas darke kur ke marrë darkën dhe do shkosh të pish diçka. Është një nga koktelët që nuk është as ëmbël shumë dhe as athët. Është ke koktelët klasik që derisa ka ardhur nga Franca. Franca ka shumë vajza simpatike dhe shumë vajza klasike që ofrojnë një koktel të tillë. Dhe është të vërtet, ngjan shumë fin, për tani ta bëj edhe një provë kështu edhe me këtë si ngjajnë. Shumë interesant duket, po unë akoma nuk do t'i provoj, sepse kam disa pyetje për ty tani. Po, patjetër. Se jo të gjithë njerëzit zgjedhin që të dalin, e të frekuentojnë jetën e natës, të paktën çdo ditë të javës nuk dalin, kështu që ka shumë raste që mblidhen nëpër shtëpiat e tyre ose edhe provojnë të bëjnë vetë koktele. Ju e sugjeroni këtë, se nuk pihet vetëm alkool sheto. Çfarë koktele sugjeron që njerëzit praktikojnë në shtëpi që janë më të thjeshta për të bërë edhe... Përveç kokteleve me alkool, si bëjnë gjithë bota, ne kemi edhe koktelat tonë, reseptitën tonë që kemi analkolik. Po them për njerëzit që janë në shtëpi, se për në shtëpi, atëherë për ai person që të pije një koktel ke shtëpia me alkool ose pa alkool, unë e rekomandoj ose e ftoj që të vijë te shisharumi, ndërkohë ta provojë koktelin aty. Dhe pastaj të na pyese se për recetën, çfarë recete kemi bërë. Që në ke një kokë fort t'ja bazë, nuk do të ma tregosh mua dhe publikut një recet. Po se erdha aty, si ta tregoj ju? Po mirë, unë dua një me gjinë për shembull, se gjinin e kanë në përgjithësi në për shtëpijat e tyre njerëzit. Çfarë do sugjeroje tjetër t'i shtonim ndonjë nga këto këtu për shembull? Nga gjini për shembull, limonin këtu, long limoni shtrydhi freskët. Ky është lëng i shtrydhur i freskët, po ky ç'është ishte? Ky është pineapple. Ky është ananasi. Ananasi. Long limoni. Me lëng limoni. Shurup sheqeri. Long shege. Të treja t'i fusim të... Të treja. E interesante. Miksohet, hidhet me një gotë me akull, edhe kur ta provoni, të lutem na bëjni një koment. Po patjetër, do i bëjmë tag Abazit. Shishës. Okej, do themi që u frymëzuam nga sugjerimi i Abazit. Një koktejl i tillë që sugjerove ti, sugjerohet gjithashtu të bëhet miksimi me shejkun. E mira është ta ketë çdo, le të themi familje ose kushdo që do të bëj koktejlet, të eksperimentojë në shtëpi, ta ketë një shejk. Se shekri bën pjesën e balancës të sheqerit, lajmit edhe të alkoolit për zirën e duhur. Në moment që bën rrafjen e koktelit të shekrit, ai bën gjithë miksimin e pive që ka brenda, si të lajmit, të sheqerit, të alkoolit, dhe ti nuk arrin dot që të kuptojsh të ke cila balancë je.
E kuptoj. ja ka omla ose nuk e ndje shumë alkooli. Aty varet ke pjesa që sa alkool don ti që ti edhesh ke gota. Por kokteli që dalet diçka e mirë, duhet që të jedhësh diçka me masën e duhur. Tani unë po afroj gotat, se tani është momenti që edhe Iva të provoj koktelin që i kemi dedikuar dhe asaj. Iva në studio të na bashkohet për të degustuar. Mirë se erdhe Iva, shef si të presim neve. Nuk e dyshoja Të kam fare që do më të kam ftoje për ta lënë provuar. koktelin më Apo nuk ta duhet diçka e freskët pas gati 2 orë Për emision. vete Abas do Dhe bërë program? ndonjë gjë? Jo, nuk du gjë, sepse po të fillet pi dhe më pasaj, do e lejmë punën këtu një tjertë. Tani, ta provoj të vë notën, nuk e nevoj për notën time, se unë jam e bindur që klientët e tu i shijojnë këto koktejle, por gjithsesi gëzuar një kolege. Gëzuar. mirë? Gëzuar I Abas. bëhet mirë. Të lumëshënduar. Au, shumë e mirë, shumë i freskët, Shumë e mirë. shumë i shishëm. Ka një dominancë të frutës më së shumë Okej. kjo, dhe nuk ndihet shumë alkool, nuk e di ka alkool apo jo? Ka Ka. alkool. Shumë pak besoj duhet Ka. ketë. Pa më rak, Sepse është- kujdes, të sugjerojmë të kesh kujdes, sepse këto koktelet janë më problematike, to që nuk duket si kur kanë alkool shumë. Vërtet? Dhe në Nuk fakt, kuptohet fare. Që ka shumë e mirë. në fakt Abas Ju përpara bëj se mirë. ta mbyllim neve dhe një pyetje, whisky shoqërohet me një copë çokoladë për shkak se kam Po, pa tjetër, pse jo? Hajde Antoneta këtë Ha? njafton Edhe me se një sot- shisha. Sot ke ngrënë shumë. E ke nisur që në fillim të emisionit me atë recetën e shishme Po, që ka bërë prandaj shefi pas. edhe nuk po përfundon. Abas, Abas, falenderojmë shumë, ne të faleminderit. dyja do largohemi sepse do bëjmë mbylljen e Duhet që programit. të mbar Abas. Faleminderit. Faleminderit. Nuk u ngope gjithë ditën sot duke ngrënë. Po tani shiko, Shishëm atje ëmbëlsirë duhet pa. në momentin e gastronomisë, kërkove çokoladë, pijen Normalisht. tallant. Çfarë do më tani? Dua të marr më të mirat e kësaj Çfarë do tani? jete, unë ta shijoj, të gjitha aromat shihet të Moj ti gjitha. marrësh e mos lësh gjë pa i marrë të mirë. Edhe ty s'të kam lënë pa gjë, ja. Jo, nuk qajmë, mirë. Ne kemi mbritur në fund kështu, urojmë shumë që të kemi qenë në shoqëri e këndshme për ju, nga ora 10:30 deri në orën 13, ju mos harroni, do të vim sërish nesër këtu në JTN në ekranin e RTS NHD. Por çfarë do ndjekin tani në orën 14? Do dikim një emision po ashtu shumë interesant, me të ftuar, me rubrika të ndryshme, bëhet fjalë për emisionin e Fjodora Fjorës. po, se tash mos Po, bëra gjë nga prezantuesja dhe drese. kolegja jonë. Alkooli e Fjodora vëdëvetën. Fjora vjen me programin e saj Çasti i duhur në orën 14 në ekranin e RTS NHD për të sjellë më të mirën në showbizit dhe temat më pikante. Shihemi nesër, ë? Shihemi nesër, gëzuar. Kalofshi një fut. Ua, bereqet.